Sali Berisha ka ndryshuar qasje për SPAK-un. Dikur kërkonte shkrirjen e tij, por tani ka ndryshuar mendje dhe zotohet se nuk do të bashkojë votat me Edi Ramën kundër prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Ja ku jemi këtu, të deklarojmë publikisht se në mënyrë absolute nuk ekziston asnjë shans që ne të ndërmarrim një votim apo një bashkëpunim me Edi Ramën për të dobësuar veprimtarinë apo për të ndryshuar ligjet për organet të drejtësisë. Jo. Ato mund të kenë ndonjë problem, por ky e ka me qëllime tërësisht për t'i dëmtuar ato dhe veprimtarinë e tyre dhe kjo s'do pranohet në asnjë mënyrë nga Partia Demokratike. Jo. Ndahet me Ramën për SPAK-un, por do të vijojë bashkëpunimin me socialistët për reformën zgjedhore dhe territoriale. Ne kemi bërë dhe do bëjmë çdo përpjekje për të përmbushur misionin tonë. Ne nuk tërhiqem. Ne nuk bojkotojmë se gjithë qëllimet e këtyre akteve të paimagjinueshme që kanë kryer këta gjerësot kanë qenë që ne të braktisim parlamentin, po jo ne absolutisht. Deputetëve u lexoi të plot rezolutën e miratuar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, të cilën Sali Berisha u kërkoi që ta kthejnë në dokument pune. Mendoj se ky raport përbën një program të shkëlqyer pune në qëllimet tona, në platformën tonë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Parlamenti Evropian këmbgul se protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokraci, por Berisha ka vendosur të mos heqë dorë nga kryengritja e thirrur në 8 maj.